A keni menduar Fonza një ofertë, për shembull nëse unë si klient dëshiroj të marr një herë në javë një seancë fizioterapi, 2 herë në javë pilates, një herë një shërbim estetik ose të flokëve, a keni menduar të bëni një pako të zamë të zbritjeve që i marr një antarësim të shumë shërbimeve aty, apo janë të gjitha të ndarë? Aktualisht shërbimet që i kemi me pako i kemi vetëm për yoga dhe pilates. Do me thonë, në momentin që e merr një pako të shërbimeve me klasat të caktuar, ke të drejtë mi ndjek edhe klasat për yoga dhe për pilates. Do me thonë, nuk të kufizohet me marrë vetëm një pako për klasa pilates ose për klasa yoga, po mundesh me bo mix edhe gjatë ditëve të javës që sot me ndjek yoga, nesër pilates edhe varësisht për kërkesës ose dëshirës së klientave. Është e hapur çdo ditë të punës? Po, ne operojmë çdo ditë të punës, prej të anës deri në të dielën, duke ofruar edhe vikendeve? Po, edhe vikend punojmë, i kemi klasat të caktuara në ditët e vikendit, ndoshta edhe që kjo është një plus më i madh për klientat që po kemi shumë i madh në fakt. Se po kemi bajagi kërkesë për pjesën e vikendeve, ndoshta njerëz po kanë më tepër hapësirë ose po gjejnë një komat përshtatshme në ditët e vikendit, edhe për këtë arsye ndoshta edhe na dallon edhe prej qendrave tjera që i ofrojmë çdo shërbime.